Ditët e Ramazanit në Turqi ka një aromë të veçantë dhe ajo aromë është pitja, e sapo dal nga furra, e nxehtë, e butë dhe e parezistueshme. 1950 yılından beri aynı 1800-2000 tane üretiyoruz. Pitja nuk është thjesht bukë, është traditë, histori, art. Mënyra se si brumi formohet, zgjedhja e kujdesshme e miellit, furra e bukës, çdo hap bën pitën e Ramazanit unike. Ramazan pidesi, Ramazan'da unları bir 2 ay önceden veya 3 ay önceden pide unlarını özellikle erken alırız. Pideyi, unu evvela makineye koyduğumuz zaman en azından 1 saat makinede yoğurma işlemi devam eder. Ondan sonra tekneye alınır. Teknede biraz da orada dinlenir. Ondan sonra terazide tartarak, yuvarlayarak pasa tahtaları vardır. Onlara dizilip tekrar dinlenmeye bırakılır. Ondan sonra hamur kendine geldiği zaman, kabardığı zaman onu aşağı alırız. Orada üzerinde şeyini yaparız, şekillendirmesini. Ondan sonra fırına veririz. Yine en azından 3-4 saat sürer bir pidenin tezgaha çıkması. Ajo e ka origjinën në shekullin e 15 dhe sipas Evliat Çelebiut, që në shekullin e 16 pitja ishte ylli i tryezës osmane. Shekujt kanë kaluar, por thelbi mbetet i njëjtë. Çdo vit gjatë Ramazanit njerëzit presin me durim në radhë para furrave duke siguruar pitën e ngrohtë për iftar. Dhe unë e bëj gjithë kjo më kujton Ballkanin. Po ty?